Kryetari i Podujevës Shpëtim Bulliqi në një intervistë ka folur për aktualitetin në Kosovë. Bulliqi ka thënë se edhe pse pas 3 muajsh nga zgjedhjet opozita po e bllokon konstituimin e kuventit, duke shtuar se ky refuzim për ta pranuar rezultatin shihet si përpjekje për të penguar vullnetin e qytetarëve dhe për të ruajtur pushtetin e një elite të ndëshkuar nga vota. Ai e konsideron si hap të nevojshëm ftesën e presidentes për liderët e partive politike, ndonse thekson se bllokuesit e procesit dihen, kurse sa i përket refuzimit të LDK-s për koalicion me LVV-n, Bulliqi thotë se është koha të mendojmë se interesat e qytetarëve duhet të jenë mbi kalkulimet e ngushta politike dhe se kjo është koha për përgjegjësi dhe jo për inate politike. Ai ka folur dhe për zgjedhjet lokale, duke theksuar se nuk do të ikë përgjegjësisë nëse LVV vendosi të kandidojë sërish për postin e kryetarit të komunës së Podujevës. Lidhur me qëndrimin e LDK-s për të mos bërë koalicion me LVV-n, ne respektojmë të drejtën e secilës parti për të marrë vendime politike, por në të njëjtën kohë mendojmë se interesat e qytetarëve duhet të jenë mbi kalkulimet e ngushta politike. Kjo është koha për përgjegjësi dhe jo për inate politike. Për sa i përket komunës së Podujevës, puna po ecën shumë mirë. Jemi duke realizuar projekt pas projektit, sipas planit tonë qeverisës dhe premtimeve që u kemi dhënë qytetarëve. Ndryshimet për të cilat kemi folur nuk janë vetëm në letër, ato tashmë janë të dukshme në infrastrukturë, arsim, shëndetësi, kulturë, në përkraje për buqjet dhe në zhvillimin ekonomik. I pyetur nëse ka ndonjë punë projekt që has në vështirësi për realizim, ai është shprehur që sigurisht gjatë këtij mandatit kemi hasur edhe sfida, sidomos në projekte të mëdha, si dhe në procedurat burokratike që ngadalsojnë realizimin e investimeve. Megjithatë, asnjëra prej tyre nuk ka ndalur dhe nuk do të na ndalë në përmbushjen e zotimeve tona.